Pavarësisht kritikave dhe akuzave të opozitës se nënkryetari i Kuvendit Antonio Miloshovski ka shkelur ligjet dhe rregulloren, duke mos e ndërprerë seancën e djeshme që ligjin për qeveri ta dërgojë në Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Të kundërtën e thot kryetari Afrim Gashi, ai siguron se akuzat janë politike, ndërkaq thot se Miloshovski ka vepruar në përputhje me ligjin dhe rregulloren. Rregulloria është e qartë në këtë aspekt, absolutisht mendoj se u respektua procedura me rregullore. Mund të ketë ndonjë indikacion politik pse është vepruar në atë mënyrë, unë në atë aspekt nuk ndërhyj, por sa i përket rregullores, ju konstatoj me plot bindje, jam i bindur se mbrëm ligji për qeverinë ka kaluar në bazë të rregullores. I pyetur nga televizioni Shenja, Gashi tregoi se do të nënshkruhet në iniciativën e Frontit Evropian të nisur në Kuvend për ndryshimet kushtetuese. Duke qenë pjesë e koalicionit vlen, tashmë edhe shumë shpejt edhe të subjektit politik vlen, çfarëdo që kryesia, organet udhëheqëse të vlenit vendosin në raport me këtë çështje, unë do ta respektoj. Mes tjerash, Gashi njoftoi se ligji për përfaqësim të drejtë ende nuk ka arritur në Kuvend, duke komentuar propozim ligjin për deputetët. Kryeparlamentari deklaroi se për miratimin e të njëjtit duhet konsensualitet politik.